Përse era aq fort? Of me Lole! Kur do ta humbiste një foto si kjo? Hajde kë! Arriti që t'jam balte. Nuk e kuptoj dot veprimin e tij. Mbreti e erë dhe Gjimbe ish antari flotës së të shtatëve. Janë bashkuar me Raberi. Rejli bënte pjesë në grupin e mbretit të piratëve. Ndoshta kapilja prekashtesh pasar si ti. Po çfarë po thua? Ai djali është djali i dragonit të revolucionarit. Kjo është çmenduri. E megjithatë, ky është padyshim një lajm i faqes së parë. Ja, pra, ky artikull tashmë ka bërë xhiron e botës. Kuptohet që nuk i kanë kurcyer ollësit për treguar se si na kanë shpëtuar në nud. Një njoll pa precedent. Aty për aty, ajo që bëri mund të duket si qes për të nderuar vëllain e tij dhe mjekërbardhin dhe të gjithë të tjerët që kanë rënë në betejë. Dhe ndoshta edhe shëtitja me anije mund të jetë, por në raste të tilla goditjet e këmbanës janë vetëm 2. Përkundrazi ai ra 16 erë. 16 goditje e kuptuar. Ky është një mesazh i qartë sfide ndaj nesh. Kjo është një sfidë e vërtet. Raber, kapelja prej kashte vazhdon t'i bëjë të tjerë të flasin për të. Me që është një pigarbit, ne s'kemi përse të habitemi. Ajo që nuk arrit të kuptoj është prania e Rejlit. S'ma merr mendja se do të kthehet në punë pas gjithë kësaj kohe. Po, edhe të mos harrojmë se Gjimbe na ka tradhtuar. Siç e dini, hyrja e tij spektakolare në flotën e të shtatëve simbolizonte paqen ndërfisnore. Por tani tabloja është Shumë ndryshe. Tashmë ekuilibri i tre forcave të mëdha është të rënditur plotësisht.